Përshëndetje gjithëve, mirë se vini në takimin ton të përjavshëm këtu në valët e Radio Travel dhe në YouTube-in e Premium Channel. Sot do të flasim për një temë që le të themi është ndër më të diskutuarat, veçanërisht në këto raportet, në studimet e fundit që kanë të bëjnë me balancën midis jetës profesionale dhe asaj personale. Kjo nxitur më së shumti në bazë të disa iniciativave që janë ndërmarrë në disa vende të botës, ishte Japonia e para, por edhe në Europë janë disa vende të cilat kanë ndërmarrë javën 4 ditore të punës për të provuar nëse të punosh më pak je më produktiv dhe sa rëndësi kanë pushimet në produktivitetin e punës. Në Suedi për shembull, tani është bërë me ligj që mjeku i familjes të jep një recetë se ke nevojë të pushosh nëse nuk ndihesh mirë në punë dhe mund të marrësh pushime të justifikuara, le të themi. Por çfarë ndodh në një botë ku puna nuk ndalet në fund të orarit dhe ku suksesi shpesh matet me sa shumë sakrifikon nga jeta personale, gjithnjë më shumë njerëz po pyesin që a ja vlen vërtet. Studimet e fundit tregojnë një rritje të ndjeshme të lodhjes mendore, ndërsa brezat e rinj po vendosin kufin të rinj mes karrierës dhe jetës personale. Pushimet nuk shihen më si luks, por si një nevojë për të mbijetuar në ritmin e jetës moderne. Sot në studio kemi Rezart Lajnësh si përmarrës për të folur për një prej sfidave më të mëdha të kohës sonë, ekuilibrit të famshëm mes punës, pushimit, jetës dhe nëse ky ekuilibër ekziston vërtet apo është thjesht një iluzion. Rezart, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, një kënaqësi të me ju. Është kënaqësi edhe për ne dhe faleminderit që gjete kohë në këto ditë që jetojmë dhe që është në fakt një kohë shumë e vrullshme për të gjithë ne. Shiko, duhet gjithmonë gjejmë kohë për biseda të tilla, sepse është edhe një shkputje prej dinamikës së përditshme dhe momenteve që nuk mbarojnë. Po, e vërtet. Dhe sapo më the që gjete kohën të shijoj edhe kafen e mëngjesit edhe të vinim të bënim këtë intervistë bashkë. E gjej gjithmonë sepse është ndoshta pjesa më e bukur e ditës, ajo kafe e mëngjesit me partneren ku diskutojmë pak a shumë një përmbledhje të ditës, çfarë do bëjmë, pra është si një mbledhje pozitive e vibe-it mëngjesit. Po, e vërtet. Dhe në fakt është një temë që është duke u diskutuar shumë sot në sidomos me rrjetet sociale në të cilat lundrojmë pafund për gjatë gjithë ditës dhe duket se studimet globale kanë vërtetuar se rritja e burnoutit apo lodhjes mendore, sidomos pas pandemisë, është rritur ndjeshëm. Gjeneratat e reja, sidomos Gen Z, po vendosin jetën personale mbi karrierën dhe ka disa terma të rinj që kanë lindur, siç është work-life balance. Ekziston realisht kjo gjë apo është thjesht një iluzion që mund të flitet për të? Unë nuk kam parë një balancë shumë të rehatshme te njerëzit e suksesshëm. Pra, unë nuk mund të shoh një sportist që është numër 1 që ka një balancë shumë të rehatshme. Nuk kam parë një artist që është shumë i suksesshëm, që ka vite në skenë, performon gjithkohën, që të ketë një balancë të suksesshme. Pra, në këtë prizëm, nëse do t'jesh i pari, do sakrifikosh nga një kohë. Patjetër do vi një moment kur ke prekur suksesin dhe ti mund të menaxhosh dhe mund ta ndash, por në rrugtimin e vet është pothuajse e pamundur. Nuk është se besoj shumë tek balanca gjatë rrugtimit. Nuk mund të bësh muskuj me 3 ditë në palestër, nuk mund gjisësh malin duke bërë vetëm 10 hapa. Kështu që nëse do të shikosh atë pamjen fantastike të majës malit, duhet ngjitesh deri atje. Pastaj kur të ngjitesh majët malit, pastaj mund të pushosh pak. Okej. Po megjithatë, pse duket sikur sot njerëzit janë shumë të lodhur edhe kur kanë shumë mundësi, le të themi, edhe për të rritur në karrierë, edhe për të punuar, edhe për të fituar në një farë mënyre. Është perceptimi i gabuar ky apo? Ndoshta njerëzit lodhen shpejt, ndoshta ai dembelizmi i gjërave për të arritur shpejt mund t'i duket që nuk duhet punojnë edhe aq shumë sepse i përket ai suksesi. Sidomos te brezat e ri, le të themi, ka lindur kjo ideja që shikoj se unë duhet rehatohem, s'kam pse ta marr me shpejtësi,
por unë them nuk është e vetmja ose nuk është mënyra dur nëse do të arrish majat, nëse do të jesh në rahatin tënde, s'ka si gjë të keqe, madje unë e përkrah shumë. Thjesht nuk është një mënyrë për të qenë më i suksesshëm në atë garën tënde. Nuk mund të jesh i pari në garën tënde, nëse e fillon 10, e mbaron 2, mund ta bësh vetëm pasi je kampion edhe aty të marrësh vendin e parë nuk është gjë e lehtë. Pasi e vështirë është të bësh i pari, është shumë e vështirë ta mbash të bësh i pari sepse ndër gjërat më të rrezikshme është rehatia. Një veçori që shoh te njerëzit e suksesshëm është që janë gjithmonë të rritur, edhe në momentin që nuk i ka kaluar shumë kohë pa ngrënë. Në prizmin që janë të rritur për një projekt tjetër, janë të rritur që të jenë të parët, janë të rritur që të bëjnë diçka më të mirë se sa të tjerët. Po janë më larg pamës ndoshta, dhe përvoja e bën këtë gjë. Dhe për të thënë edhe diçka, janë ato njerëz që shohin një projekt kur të tjerët e quajnë të pamundur dhe në gjykimin e tyre është i mundur dhe jetojnë gjithkohën me atë iluzionin derisa atë iluzion e bëjnë të vërtetë dhe në fillim njerëzit thonë ky është i çmendur dhe pastaj thonë ky që ka gjeni. Gjeni nga i çmendur e ndan vetëm suksesi dhe rezultati i tij. Rezar, ju keni mbi 20 vite, 27 vite që merreni me sipërmarrje, me biznes. Nga ajo çfarë keni hasur gjatë gjithë këtyre viteve rrugës, me gjithë ato punonjës që keni pasur në varësi. Si është krahasimi midis dy dekadave, le të themi? Këtë dekadën e fundit a din njerëzit që punojnë shumë të shkëputen dhe ta shijojnë atë pushimin që duhet apo jo? Njerëzit që punojnë shumë i ndaj midis njerëzve që punojnë dhe kanë rezultate dhe ato që nuk kanë. Pra, unë e krahasoj me hapjen e derës. Sidomos gjatë rrugtimit tim ka pasur njerëz që kanë ditë të hapin derën dhe ka pasur njerëz që kanë ditë të të ndihmojnë të kapërcesh atë derë. Okay. Një njeri i suksesshëm është ai që evidenton këto të dytët, pra jo vetëm door openers, domethënë door handlers, pra ato që mbajnë derën, po ato që bashkëudhtojnë me ty për ta kaluar një etapë. Ndaj dhe shumë njerëz suksesshëm mund të gjejnë momentin e tyre se si të pushojnë dhe unë them paktën si e kam zgjidhur tek vetja ime. Në disa momente punoj shumë, por preferoj të bëj shpesh pushime. Unë e kemi si standard familjar se shpesh udhtojmë me familjen, paktën një herë në 2 muaj, një herë në 3 muaj, e shkarkojmë gjithatë stresin dhe le të them atë mungesën e kohës në udhëtime çdo 2-3 muaj. Unë do kisha qenë partizan, puno shumë dhe pusho shumë. Pra në momentet caktuara. Këtu është thelbi. Si arrihet kjo që sepse kur ti arrin të punosh shumë, koha është busy, madje disa terma në ditët e sotme busy është luksi i ri dhe do të thot karrierë dhe sukses, po ku e gjen kohën për të pushuar pas kësaj? E gjen nëse ti së pari i beson disa punë kolegëve të tuaj që mund të jenë edhe vartësit e tuaj, pra ti merr ndan 3 punët për të cilat 3 punët e tua më pak të rëndësishme ose që të hajnë më tepër kohë, të cilat mund t'ia delegosh dikujt. Se po flasim busy mund të jetë edhe një njeri që ka 2-3 persona në varësi apo 2-300 apo 2-3000. Okay. Që kur kam pas 20-30 personat e parë në varësi, patjetër që kam delegu. Kur u bën 200 punonjës, pastaj filloi delegimi edhe më i madh. Dhe unë çdo ditë puna ime është se si të heq punë nga vetja ime dhe ta rishpërndaj te njerëzit. Vështirësinë e kanë gjithë individët që e kanë krijuar atë pushtet dhe tashmë të heqin dorë nga ai pushteti i tyre. Po ka shumë sipërmarrës në Shqipëri që e kanë të vështirë të delegojnë gjëra dhe të krijojnë besim për më tepër. Kjo është sfida sepse pastaj ti nuk je pastaj një drejtues, je i punësuar i biznesit tënd apo i kompanisë ku ti punon. Pra në vetvete ti duhet besosh dhe jo vetëm të besosh, po gjesh mekanizma se si të kontrollosh atë që delegon. Unë për shembull marr 600 emailë në ditë, mund të marr edhe 1000 mesazhe në ditë. Patjetër që në këtë fluks informacionit nuk kam kohën e dur që t'i lexoj gjitha, t'i kthej përgjigje gjithve dhe patjetër që kam angazhu
individ të tjerë A ke që pasur të bëjnë zhgënjime nga filtrime. këta individ që ju ke besuar A ke patur ti zhgënjime nga njerëz që ke qëndruar? Patjetër që ke zhgënjime dhe patjetër që je shumë e kënaqur që ke pas disa zhgënjime që pastaj ke përfunduar me njeriu e duhur në jetë. Pra, patjetër, njerëzit që na zhgënjejnë na ndihmojnë që të shkojmë shumë më afër njerëzve që ne vlerësojmë më tepër. Kështu që patjetër që ka pasur zhgënjime, por jam shumë krenar për një staf shumë të mirë që ka ardhur mas 100 zhgënjimesh dhe nuk pretendosh që me çdo punojës apo me çdo njeri që ti njeh të kesh kohën e ëndrave apo kohën më të mirë. Kështu që nuk ka ndonjë problem pse zhgënjesh nga njerëzit, e rëndësishme ka që ti ta mësosh dhe ta përmirësosh çfarë nuk duhet bësh me disa individ. Okej, tani, cilat janë disa gabime të zakonshme që bëjnë njerëzit, le të themi, apo edhe të rinjt në ndjekje të karrierës? Së pari, gjëja e parë unë shikoj mosmarrja përgjegjësive për veten. Pra, fillojnë e fajsojnë çdo njeri të mundshëm, çdo situatë mundshme, e kanë fajin dritat, e ka fajin regjia, e ka fajin kameramani, e ka fajin montazhi, ndërkohë që përgjitha i kemi ne përgjegjësi sepse po punojmë në atë ekip dhe mund të sqarojmë çdo etapë, apo sidomos kur je drejtues dhe CEO apo sipërmarrës, je ti që i ke zgjedh vendin, punojësit, ekipin e tjerë e tjerë. Nëse ti nuk i ke zgjedhur, ti të paktën ke mundësi që si me supervizorët e tuaj, si edhe me kolegët e tuaj të ndërtosh mënyrën e duhur të punës, por edhe të ndërtosh mënyrën se si ti do e zhvillosh emisionin, karrierën e tjerë. Unë mbaj mend se po e gjeja tani që në vitin e kaluar është bërë një sondazh nga revista Monitor për pyetjen se cilat mendoni se janë aftësitë më të rëndësishme për të bërë karrierë. Dhe janë zgjedh 4 alternativa. Rezultati i sondazhit ishte i balancuar mes tyre. 28% e pjesëmarrësve në sondazh ishin përgjigjur se më të rëndësishme në karrierë janë aftësitë profesionale dhe një diferencë shumë e vogël, 27% e këtyre përgjigjeve ishte alternativa e dytë më e votuar se ishte servilizmi dhe aftësia për të dukur. Unë thash pak a shumë te ato door handlers, ato që mbajnë derën, që i takon servilizmi, dhe më shumë te pjesa e door openers, te ato që kanë rezultate dhe kanë disa aftësi. Megjithatë, unë nuk besoj që te servilizmi ti shkon larg. Servilizmi mund të jetë thjesht që ti ata shohësh. Patjetër unë jam pro që ti ta shesësh punën tënde, pra ti të bësh punën dhe ta shesësh. Rreziku më i madh është kur ti e shet punën tënde më shumë se sa e bën. Kur ti thu, shiko se bëra këtë. Sukses ata që dinë të shesin. Suksesi është momental, nëse ti shet një produkt i cili nuk ka vlerën e asaj që ti reklamon. E njëjta gjë edhe në punë, nëse ti shet më tepër se sa bën, vjen një moment që edhe supervizori jot e kupton. Në qoftë se patjetër ti bëni punë shumë të mirë, unë i them edhe punojësve të mi, shiteni punën tuaj, pra thuaj e bëra, mos rri thjesht në heshtje, mos ngrit flamurin për çdo punë që bër, por një raport javor apo mujor për arritjet e tuaja, për idetë e tuaja dhe për ndryshimin që ti ke sjell kompanisë, duhet të jetë patjetër sepse kjo në fundit është rezultati i përpjekjes tënde. Unë mendoj që një prej arsyeve kryesore të avancimit në punë është kur ti thua më duhet mua se çfarë bën kompania, jo s'më duhet mua se çfarë bën kompania. Pra ne i ndajmë në 2 kategorinë, ato që thonë s'më duhet mua, pra s'më duhet mua pse ndodh kjo gjë, dhe më duhet mua sepse kjo kategori njerëzish do të thotë që e vret menden për çdo gjë, që te kostot, që te një ide më e mirë për ta përmirësuar, edhe pse nuk është puna vetë direkte. Një ide e mirë për organizimin dhe krijimin e frymës mirë stafit, edhe kur shef një koleg të mërzitur i thot, shiko, se ndoshta s'është momenti, po hajde ta bëjmë në këtë mënyrë. Dhe kjo mos kaloni se kalon pa u vënë re. Siç nuk kalon pa u vënë re kur ti ndikon me helm te kompania. Në këtë vend spunohet se këto po na bëjnë këtë, se këto kur ti bësh kryetari i sindikatës në mënyrë negative reflektohet. Po ti je kundërta që ti frymëzon për kolegët vartësit për kompaninë, patjetër që je antar i ekipit me vlerë dhe mund t'esësh. Ndaj dhe them që është shumë e rëndësishme edhe kultura dhe fryma që ti sjell në kompani dhe se sa ti angazhohesh për kompaninë. Patjetër duhet të marrësh edhe një ndjesi mbrapsht në një moment caktuar, por unë gjithmonë kam thënë,
punon më shumë se sa paguash, në mënyrë që një ditë paguash më shumë se sa ç'punon. Po, kjo është e vërtet. Për të ndalur pak tani tek pushimet, a konsiderohen sot luks apo domosdoshmëri? Pushimi nuk është patjetër që ti thjesht i hypa avionit dhe shkove në Maldive. Pushimi është së pari herë të kesh njerëzit e dur, vendin e dur, sepse pushimi me një njeri që do shumë që e vlerëson me disa miq që sjellin pozitivitet, vlen më shumë se sa pushimi në një vend bukur me një njeri që ta nxjin jetën. Kështu që së pari herë ka të bëjnë ambienti. Së dyti patjetër një udhtim që të lë mbresa, do jetë shumë i bukur dhe unë them që kanë shumë rëndësi pushimet në gjërat që unë investoj më tepër. Unë investoj më tepër në pushime se sa në rroba, më shumë në memorie me njerëzit e mi dashur se sa në makina apo në ora apo në diçka tjetër. Ndaj ajo ka një vlerë sepse çdo gjë që ti e vesh apo një aset material me kalimin e kohës zhbëhet dhe që ditën që ti e vesh i humb vlera, ndërkohë memorjes dhe pushimeve i rritet vlera. Është mënyra më e mirë se si ti të edukosh veten, të edukosh fëmijët e tu, të edukosh familjen duke kriju histori. Në çdo vend që ne udhtojmë me fëmijët e mi, unë lexoj për atë vend dhe gjatë rrugtimit i shpjegoj fëmijëve të mi, shikoj se këtu ka ndodhur kjo luftë, po ka ndodhur edhe ky event, po këtu ka ndodhur kjo tjetër. Pra, është më shumë se sa të lexosh një libër dhe disa libra, një udhtim dhe është në gjërat më me vlerë ku unë investoj. Udhtimet, sa kanë ndikuar në formimin tuaj si sipërmarrës? Çfarë ju ke marr udhtimeve? Unë në çdo udhtim marr sepse shikoj se si e kanë konceptin të tjerët. Pra, çdo lloj gjëhet, edhe te koncepti që kam ngritur konceptin e franchise-it, nga lindur ide gjatë një udhtimi kur kam pa disa rrjete dyqanesh që kishin të njëjtin emër, të njëjtin logo, të njëjtin gjë dhe thash pse mos të bëhet në këtë mënyrë. Pra, çdo ide sa herë që bëj një udhtim, ka një vend të caktuar që të ka frymzuar për ide biznesi, le të themi? Unë kam filluar të paktën një në udhtimet në Gjermani, më ka bërë përshtypje një rrjet dhe e mora si koncept dhe fillova ta përshtas me kontekstin shqiptar. Ka shumë vende, çdo udhtim ti shikon se si e servirin atë pjatën, se si mënyra se si e kanë arreduar ambientin, mënyra se si ato po t'japin një shërbim delivery për ushqimin apo për veshjet dhe ti e kupton që në këtë mënyrë ndoshta vetëm me një aplikacion ti gjen vend parkimin e lirë dhe ti që në atë moment ke kriju një ide biznesi për veten. Ndaj i them gjithë njerëzve që pyesin edhe mua dhe më shkruajnë çfarë ide biznesi bëj. I them bëj një udhtim një herë dhe pastaj aty do e gjesh idenë tënde të biznesit, se nuk mund të them unë pa ditë se çfarë do ti, se çfarë di ti, ja ky është biznesi i gatshëm, sepse nuk ka një biznes gatshëm për çdo individ. Secili individ është i ndryshëm në aftësitë dhe gjërat që kërkon. Ndaj mënyra më e mirë për gjetë një ide biznesit është hipi avionit cili do dhe bëj një udhtim dhe pastaj aty do gjesh idenë tënde të biznesit. Bjeri qytetit për qark dhe shiko se çfarë të pëlqen ty më tepër. Besoj keni vizituar edhe trajnime jashtë vendit edhe keni parë edhe të rinj jashtë. Si mendoni kush janë më të etur për të bërë biznes? Ose më saktë, a janë të rinj shqiptar të etur shumë për të bërë biznes në krahasim me të rinjt e vendeve të tjera? Të rinjt shqiptar janë më të etur për të bërë lek, por çështja është kur ti nisesh tek leku, nuk është rruga dur. Ti duhet nisesh te vlera që i jep njerëzve, te shërbimi që i jep njerëzve dhe pasoja është paraja. Nëse ti misioni vetëm është thjesht bësh ca para, është që ne në Shqipëri po ndërtojmë një model që vetëm ajo makina, mënyra, luksi, Instagrami është ideja. Në fundet ajo është vlerësimi jot nëse ti do i bësh vetes pas shumë pune dhe pas shumë rezultatesh të mira dhe pas një vlere që i ke sjell njerëzve, duke ja sjell një produkt më lirë, më cilësor, një shërbim më të mirë. Pra në vetvete ne nuk duhet ngrem si koncept vlerën e luksit të një ore, të një makine apo disa pushimeve luksoze, por të një produkti dhe të një shërbimi që ti sjell. Kjo është po sepse realiteti ku jetojmë, Rezart është i tillë dhe duhet ta pranojmë që sot nëse ti ke një makinë luksoze, duket se njerëzit kanë shumë respekt për objektin, dhe të trajtojnë ndryshe.
ndodh jo vetëm në Shqipëri, në çdo vend botës që të bëjnë një screening që të koka të këmbët dhe s'ka asgjë të keqe, patjetër ne në 4 sekondat e para krijohet paktën një pjesë të madhe të përqindjes së perceptimit për ato individ, por ajo humb në momentin që dikush hap gojen se si flet, humb në momentin që argumenton se si i ka idetë e tia, dhe humb në momentin që ti pas disa herësh që e takon shef edhe anën karakteriale të atij personit. Kështu që është ajo layeri i parë i qepës, është kështu që ti duhet punosh edhe tek tjerat, se ti nuk mund të veshësh veten vetëm me elemente të tjera. Zakonisht njerëzit që kanë shumë para në llogarinë bankare nuk shkojnë t'ja tregojnë tjerëve. Pra nuk kanë nevojë sepse e din ato. Ato që s'kan shumë fillojnë këtu komplet veshin me brande, me logo, dhe po të shikosh njerëzit më të pasur nuk i ke asnjëherë me Gucci, me brande super luksoze. Nuk mund ta imagjinoj të shoh Elon Musk me Prada këtu apo me diçka tjetër, sepse i bën më shumë reklam ai se sa në vetvete i bën reklam marka. Zakonisht njerëzit që kanë shumë para nuk e evidentojnë. Ato që janë tentativ për të qenë të pasur, ato kanë qejf ta ngrejnë flamurin që thotë unë nga loser shkova në një pikë. Kështu që etja për të bërë biznese është kur ti ul kokën dhe kur ti nuk ke një zyrë luksoze, kur ti nuk ke ambiente. Kurse ke filluar akoma, unë nuk jam kundër të kesh një zyrë luksoze kur ti ke para arritjes, se ti s'mund të rish akoma me një tavolinë të krijuar nga dera që ke shkulur atje. Por kur ti hyn në një biznes që sa ka filluar dhe shef një super ambient luksoz, më trem kjo gjë. Okej. Tani për të rikthyer edhe një herë tek udhëtimet, ju jeni le të themi zhvilluar tani edhe në një tjetër fushë siç është real estate, po nga udhëtimet që keni bërë, cili është ai qytet që ju ka impresionuar për mënyrën se si është zhvilluar urbanisht dhe çfarë bën një qytet të jetueshëm? Në shumë vende që kam udhëtu, Amsterdami më pëlqen sepse ka shumë elemente. Unë aty edhe kam jetuar, pra nuk e kam parë vetëm si turist, aty kam parë edhe shkollimin tim në Universitetin e Amsterdamit dhe më ka pëlqyer edhe për stilin e jetesës, se Amsterdami nuk është vetëm Dam Square, Red Light District apo Lightsplein, pra vetë 3 sheshet kryesore, pa them 3 ambientet kryesore ku turma dendet, por edhe lagjet e qeta, po edhe periferit, po edhe fshatrat përreth, edhe nga pikpamja urbanistikës, edhe nga pikpamja e mënyrës se si është i organizuar transporti publik, lehtësira aplikacioneve, mendësiat që kanë gjithë individët, që ka një komunitet të ndryshëm njerëzish pa paragjykime dhe ku mundohen të ndihmojnë. Janë shumë, është një qytet që mund ka pëlqyer. Unë pjesën e shkollimit e kam pasur midis Amsterdamit, Londrës dhe Parisit, dhe unë kam zgjedhur Amsterdamin sepse ishte vendi që u përshtate më tepër me karakterin dhe me tipin tim. Ndaj për mua është Amsterdami, jam një 4 vende bosh dhe pastaj vazhdojnë tjerat. Të tjera. Tirana është bërë pa jetueshme? Tirana është bërë shumë e jetueshme nëse do të gjesh vendet e duara dhe patjetër që është bërë pa jetueshme nëse do gjesh një park apo diçka tjetër. Them tashmë ka ardhur koha që në Tiranë të kthehen parqet, kuptimin, dhe kjo do bëhet kryesisht me iniciativa private, jo dhe aq shumë me iniciativa shtetërore. Nëse shikojmë që disa komplekse kanë filluar të krijojnë ato lulishtet brenda komplekseve, ato rrugët, sepse i japin, nuk e bëjnë për klientët, e bëjnë për veten e tyre, sepse duke krijuar një kompleks të mirë, pastaj në ndërtimin e radhës do kenë klienta më të besueshëm. Ndaj, ajo që i ka mungu Tiranës për vite me radhë, që është ai parku aty ku ti ulesh dhe ku ti nuk je sa po del nga dera shtëpis, dalesh në rrugë makinës, po krijohet dhe besoj do krijohet nga privatët. Unë besoj shumë që Tirana 10 viteve të ardhshme nuk do jetë Tirana që kemi njohur deri tani. Dhe nuk jam kundër që ato shtëpi dykatshe që po flasim nuk kanë vlerë muzeale, se për vlerën muzeale është gjë tjetër, po ato që janë me ca bloqe betoni që kanë qëndruar me ferra me ca le të rikrijohen ambiente të bukura të pastra me disa stola, qoftë edhe me një pallat interesant aspektin që ka pjesën e dyqaneve me disa kafene të bukura. Është gjë, për shembull, unë kam shumë qejf sa herë kaloj aty te Kalaja, sepse me vërtet
janë bërë disa dyqane dhe disa lokale, po ai ka dhënë lezet asaj gjë dhe ke lezet shkosh të pish kafe të krijosh. Po, është zona le të themi më e frekuentuar nga turistët në Tiranë. Është më mirë siç është tani apo siç ishte më përpara? Mirë, po, tani ta pranojmë të gjithë që në Tiranë nuk ka asgjë nga e kaluara, nuk ka mbetur asgjë nga e kaluara dhe kjo është diçka e keq. Në fakt, unë kam një zhgënjim sepse ne edhe më përpara nuk është se kemi bën gjë, për shkak nëse ti shkon në Kroaci, në shumë vende edhe të rajonit, i shikon shumë katedrale, shumë rrugë, shumë element, shumë një arkitekturë karakteristike. Ne arkitektura e vetme që ishim disa, se unë nuk jam arkitekt që të bëj një gjykim, por jam një qytetar që kam një perceptim. Kishim pjesën e bulevardit, pjesa italiane dhe lagjet tipike nuk kishin një arkitekturë që të lëte në bresa. Jo, e kuptoj, po një lagje me shtëpi të vjetra tiranëse do të duaj të ishte në Tiranë. Këtu jam shumë dakord, për shkak kishim pjesën e rrugës Bardhyl ose disa prej te rruga Libres. Pra, ajo zonë mos lejohet të ndërtojë asgjë dhe ato shtëpi karakteristike të rinovoheshin, mundësisht ajo rrugë të bëhej komplet pedonale, le të them komplet rruga Libres të ishte një rrugë pedonale, si ka qenë Tirana vjetër dhe pastaj Tirana re të bëhej me pjesën e gradaçelave. Por është diçka që nuk e kthejmë përmes zhvillimit kaotik, siç është bërë edhe Kosova që edhe atje nuk gjen një lagje karakteristike. Por ndërkohë kur shikojmë vendet rajonit ti shikon disa qendra që mungon, po. Aty i vëmë në peshore disa gjëra dhe e kemi një mangësi. E dim shumë mirë se nga peshon. E kemi një mangësi nëse të vinë sa miq të huaj, ti e ke shumë vështirë ti çosh ku ti çosh. Për shembull erdhëm të mund sa miq, si çoja dot, as te Istenjishi, as te rruga Bardhyl, as ku dion te Kalaja është zgjidhja. Te Kalaja, vetëm gjë që kërkon ato, mos më çonin lokale se kemi lokale sa dush, tani më çonin një zonë karakteristike të Tiranës. Dhe kisha shumë vështirë ku ti çoja, sepse është diçka që na mungon. Është vërtet. Megjithatë shpresoj që Tirana 2030, nëse ka marrë këtë trendin, thojza alla Dubai, le të bëhet paktën në atë version dhe të bëhet paktën të ketë një identitet. Nëse Italia, ku diun, Gjermania, shumë vende tjera e kanë atë identitetin, dhe paktën do kemi identitetin e kullave, gradaçelave, paktën ta kemi një identitet. Mos jetë mix. Po, tani dua të më japësh një destinacion që do të doje t'ja rekomandoje çdo sipërmarrësi që ta vizitoj. Pa diskutim Maldivet. Maldivet. Po. Okay. Është një moment që pra, e kuptoj që është trend, por është një shkputje komplet nga realiteti, je shumë larg asaj mënyrës se si jemi mësuar dhe patjetër atje nuk mund të shkosh për 2-3 ditë, ndaj do shkosh për 10 ditë apo 2 javë dhe 2 javë janë të mjaftueshme për t'i bërë një reset pjesës psikologjike të stresit, kështu që Maldivet është numër 1 për pastaj nuk e di për vende tjera pushimesh, po për mendimin tim Maldivet e kanë gati. Okej. Është për jetim personal ndaj. Jo, është okej. Një vend që do të investonit nëse do të kishit mundësi. Në Marok. Aktualisht sidomos andej nga rreth Marrakeshi? Po, aktualisht është mund të them që është akoma si Shqipëria e viteve 2000, akoma është me 450 euro, 500 euro metri katror. Okay. Akoma dhe po flasim zonat kryesore në le të them në bulevard, në vende, do ishte në Marok, do ishte një vend shumë i mirë për të interesuar domethënë. Patjetër. Kemi plan biznesesh. Okej. Shumë mirë. Destinacioni i fundit që ju keni vizituar dhe ju ka lënë një shije shumë të mirë. Toskana, ishim para një javë sapo kthim me familjen dhe ajo që bëm është që nuk qëndruam në asnjë prej qyteteve, pra në Pisa, në Firenze, morëm vetëm makinën dhe shkum në çdo rrugicë fshati dhe ushqyem në për ato agroturizmat shumë interesant dhe është shumë gjë e bukur ta marrësh me familjen një makinë dhe të shmangësh komplet autostradat, gjitha ato tolls me pagesë dhe të shkosh në çdo cep ta eksplorosh vetë dhe mund të shkosh në vendet kur janë më piktoreske apo
në aty ku është luajt gladiatori, në ato fushat e bukura, ndaj dhe ke gjëra që mund të vlen. Dhe ky është udhëtimi i fundit që ne u kënaqem shumë. Preferon më shumë eksperienca të tilla që janë autentike apo shpesh bëni dhe udhëtime në hotele luksi, pushime luksi, le të themi? Kryesisht më pëlqejnë, ose le të them unë, e kemi heqa qefin të shikojmë thjesht ato sheshet kryesore të Europës që i kemi eksploruar. Dashje pa dashje, tashmë shoqërzotët janë bërë shumë të lira. Dhe tashmë kemi qef të evidentojmë zonat periferike, fshatrat, gjërat autentike. Okej. Për t'ju rikthyer pak brezit të ri, veçanërisht gjeneratës Z që është ndër më të lakuarat në ditët e sotme dhe përballjes me vendin e punës. Nuk e di nëse i ke parë, janë disa video që dalin në Instagram her pas here kur sipërmarrësi ose le të themi drejtuesi e kritikon për diçka dhe ata direkt lën punën ikin, pastaj e marrin me të mira. Janë duke e ruajtur jetën e tyre me fanatizëm, nuk pranojnë të sakrifikojnë jetën për punën. Është e vërtet? Po, një pjesë e madhe. Dhe është okay? Për mua është okay sepse ke parasysh ajo që sillen aty. Pra, lëj një vend pune, shkoj në një vend tjetër, rrin 3 muaj, rrin 6 muaj, pastaj kur shikon CV-t e tyre, departamentet e burimit njerëzor kanë shumë problem dhe atik. Ne nuk marrim njerëz në punë që mund të kenë 3 punë, 4 punë, 5 punë që i kanë nga 6 muaj këtu, 7 muaj këtu, 6 muaj këtu. Për vendimin tim është janë individ që nuk i ka ardhur akoma koha pjekurisë dhe nuk kemi si mision që të pjekim njerëz, kemi si mision që të gjenerojmë shërbime të mira për klientët tanë. Pra, klienti është gjëja kryesore. Patjetër që ti mund të japësh mundësinë secilit që të rritet, por momenti që ai nuk do të thotë që ti je në orën 4 të marroj puna në orën 4. Mund të rrish deri në 4:10 apo 4:30 marrosh një projekt dhe pastaj nesër mund shkutesh në 3:30. Pra mund ta bësh atë balancën. Ama jo në momentin që ke për të shtyp një buton, jo u fikën dritat dhe mbaroi gjithçka. Unë jam që puna duhet mbaruar me sukses dhe me ekipin. Momentin që shikoj individ që sa herë ka nevojë i del punë, atëherë them, shiko, ky është për të punu, por nuk është për të ecë për para. Pra është për të bërë një punë mekanike, po kur është puna për të bërë një diçka, njëjtën gjë, unë jam i sigurt që nëse një i ftuar ty, do thotë nuk vi next orë, po vi pas një ore, ty edhe pse të ka marruar orari punës, do vish sepse ti e vlerëson këtë gjë, e vlerëson dhe e do punën që bën. Dhe ti nuk mund të rish çdo 3 javë të shkosh nga një radio tjetër, sepse ky i ftuarit, po unë në orën 4 kisha lënë kafe me shoqja, presi shoqja. Pra, ajo dëshira për që ndoshta nuk din të vëmë prioritetet. Ose disa e konsiderojnë si mënyrë të zgjuar jetese këtë që po bëjnë gjenerata Z. Ndoshta edhe mund të jetë mënyrë e zgjuar, po unë besoj rezultatet nuk do jenë aq zgjuara. Okej. Dhe do vi një ditë që do përballen me to. Po përballen, sepse nga pandemia kishte një largim masiv apo një indiferencë masive, pasi që i bën xhiro në 3-4 kompani, tashmë e kanë kuptuar që shiko, kaq e vogël është Tirana, në 5-6 kompani do kthesh, ose pastaj do punosh te byrektori i lagjes. Nëse do punosh në kompani serioze, disa janë. Po mirë, duket sikur kanë një koncept tjetër për suksesin të rinjtë e sotëm. Apo jo? Si e shikoni këtë gjë? Duan të arrijnë shumë shpejt. Patjetër, çdo njeri do të arrijë shumë shpejt. Kanë gjetur disa shkallë, marrin ashensorin. Pikërisht pra, siç e thash, në fillim të malit nuk mund të bësh 3 hapa dhe të arrish majt malit. Duan të arrijnë shumë shpejt, por duhet ta kuptojnë sepse sidomos kur dalin jashtë, e kuptojnë dhe thonë do shkoj jashtë sepse këtu s'bëhet, këtu nuk vlerësojnë, paga është e ulët etj. Dhe shkojnë në Francë, shkojnë në Finland dhe kuptojnë që do bëjnë atë asistentin dhe do bëjnë kafet për një 3 vjet rresht para se të kalojnë asistent i asistentit dhe nuk mund të ngrihesh në detyrë nga java në javë sepse shiko bëra një punë të mirë dhe i shkon zyra aty, shiko sa mirë kam punu këto 3 muaj, po tani sa do më rritet rroga. E kupton që jashtë nuk funksionon. Vetëm në Shqipëri, besoj unë, të vjen pas 2-3 muaj dhe thotë, shiko se un kam punuar, kam 3 muaj në punë. Edhe? Okej. Do të bëj disa pyetje të shkurtra tani. Sukses apo burnout, ku është kufiri?
unë nuk besoj se ka ne kufi, është e suksesit, e pjesa e suksesit. Burnouti është kur ti nuk di ti menaxhosh punët. Pra burnouti unë mendoj që vjen nga puna që ti mundesh ta bësh, po e shtyn në mënyrë të vazhdueshme dhe po merresh me gjëra që nuk janë aq domosdoshme. Pra burnout kur ti vendos të gjithë punët dhe do t'i mbarosh të gjitha pa vendos prioritete. Unë kur kam punuar te OSB Odir, për shembull më jepte supervizori im 15 punë që marroshin për 15 orë dhe mënyra si ishte i thoja që shiko, unë mendoj që gjatë këtij orari mund të bëj këto 8 punë. Unë i kam rëndit sipas prioriteteve. A mendon edhe ti në gjykimin që je edhe ti në gjykimin tim që këto janë 8 punët kryesore që unë duhet t'i marroj sot, se tamam mund të jenë 15 punë dhe kështu nuk besoj që ti ke një burnout nëse ti vendos prioritetet e punët. Okej. A ja vlen suksesi nëse nuk ke kohë ta jetosh? Ja vlen suksesi dhe kur ti krijon kohën për të jetuar, sepse edhe unë nuk do isha që ti të bësh gjithçka për karrierën dhe mos të kesh kohë ta shijosh gjë. Mund të jetë me ditë, me javë, ama nëse ti pas disa javësh, pas disa muajsh nuk gjen kohë, atëherë nuk ka asnjë lloj sensi. E njëjta gjë edhe për kohën me familjen, ti mund të jesh disa ditë, disa javë, disa muaj, po nëse ti shkon në emigracion, rrin 5 vjet atje, çfarë vlere ka që ke qëndruar larg familjes. Në ditët e sotme apo jetojmë për të punuar? Apo? Jo, unë them me kundërta, s'po i vëm vëmendja aq shumë sa duhet punës. Jemi bë shumë më tepër europian se sa kemi qenë pak më amerikan. Okej. 8 orë punë janë shumë apo pak? 8 orë punë janë shumë, po të paktën të punosh një 5 orë gjatë atij 8 orëshit do ishte fantastike. Çështja është kur ti punon 2 orë gjatë 8 orëshit, pra jo të shkosh në punë, po të jesh duke punuar. Unë besoj që një njeri me 6 orë punë ka arrit eficiencën maksimale. Çështja është që ti rrit 8 orë punë dhe punon 2 orë. Po, ky është problemi. Kur bëhet puna e rrezikshme për jetën, në thojza e rrezikshme? Kur është mision i vetëm, njoft sa njerëz që i kanë dedikuar gjithë jetën punës, postojnë veç për punën, marrin frymë veç për punën dhe puna është e vetmja gjë kur kanë ndarë çdo gjë nga jeta e tyre sociale. Është e rrezikshme dhe unë vetë i paragjikoj ato njerëz ku s'kan asgjë gjë tjetër në jetë veç punës. Okej. Lodhja në ditët e sotme a është kthyer në normalitet apo jo? Jo. Okay. Nuk është kthyer, është thjesht lodhja nga pasiguria që ti nuk e din se si do reagosh, lodhja nga padrejtësia ku ti thot 1 dhe 1 bëjnë 2, po mund thonë edhe bëjnë 3. Në Shqipëri kemi diçka që gjërat e vështira i bëjnë të lehta dhe gjërat e lehta i bëjnë të vështira. Nëse ti do ndërtosh një pallat që mund duket shumë vështirë, thot dikush s'ka problem ose ja mbarohet 1 2 3 4. Nëse ti do ndezësh dritën, thot dikush, shiko, se për të ndezë dritën duhet marrim një leje se duhet bëjmë këtë, i bën kaq vështira gjërat, sepse kemi konceptin që për gjërat e lehta duhet t'i bëjnë vështira të marrim ca lek apo të marrim ca benefite, dhe për gjërat e vështira i bën të lehta se ja i themi këtij që na marron këtë punën këtej. Okej, puna pa pushim a mund të konsiderohet si jo cool në ditët e sotme? Nuk e kuptoj atë shprehjen cool, puna nuk duhet të jetë cool. Ne nuk kemi as në kopësht as në shkollë që puna të jetë fun. Për shembull, kam takuar disa njerëz që nuk më duket aq interesante puna. Puna s'ka pse të jetë interesante. Punën duhet gjesh interesin te puna, po puna nuk është argëtim. Puna është një mision që ti i ke vendosur vetes për të prodhuar një vlerë, për të marrë ca para dhe për të ecë përpara. Okej, fantastike. Rezart, duke qenë se nisëm me pushimet, cili është destinacioni i radhës që do të vizitoni, si bashkë me familjen, ndoshta me punën, me kolegë, me miq? I radhës është patjetër Turqia, sepse duke pasur fëmijët e vegjël e bën shpesh pjesën e Turqisë pra tek resortet. Okay. Dhe besoj nga shtatori do jetë Lisbona. Okej, fantastike. Ja edhe një mesazh për gjithë ata që janë duke na ndjekur dhe që janë në dilemë për pushimet e verë, se situata në lindjen e mesme ka bër atë të vetën, në stepjen e disave për të rezervuar. Ne do shkojmë. Rezari do shkoj bashkë me familjen në Antalya dhe pa diskutim që mund të
komunikoni, të kontaktoni agjentët e Vast Tour në çdo moment, çdo agjenci Vast Member për të rezervuar pushimet tuaja. Me Vast Tour bëm komplet dhe jo vetëm familja e vogël, pra me prindrit, me vllajën, me motrën, me nipa, me mesa, pra jemi komplet një familje shumë e madhe dhe përmes Vast Tour bëm këtë gjë. Okej, Rezart, faleminderit që ishe në studio. Dhe faleminderit edhe për gjitha këshillat dhe ndoshta ke shërbyer edhe si frymëzim për gjithë ata të rinj të cilët duhet ta shikojnë punën në një tjetër spektër, le të themi, sepse në ditët e sotme sidomos supermarketet janë duke u ankuar, janë duke vuajtur për punonjës të mirë, cilësor. Nuk janë të vujt për punojës ka sa dush, për njerëz që janë fantastik dhe njerëz që janë fantastik dhe kanë ide, patjetër që vujnë dhe do të vujnë gjithmonë. Por ato që janë fantastik e gjenë autostrad rrugën. Okej. Shumë faleminderit. Do të kemi mundësi të takohemi sërish, besoj, në studio. Ne do të bëjmë një shkputje muzikore dhe do të rikthehemi përsëri në valët e Radio Travel dhe në Premium Channel në kanalin e YouTube.